Hoxh, kisha pas dëshirë me na tregu ju personalisht si Hoxh Fatme kur keni qenë në Arafat. Përjetimet, si keni kaluar. Asnjëherë besimtari, edhe pse kemi shku shumë herë, nuk du ta përmendi numrin, kemi shku shumë herë, por çdo herë kur shkon besimtari e ndin veten më të freskët. E mbajmë mend edhe Arafatin e parë në vitin 1995. 95. Po, ai përjetimi jemi i parë, në temperaturë të madhe, në të kushte të asaj kohe, por ndoshta edhe pse mi kon pak më të ri, nuk e kemi ndi nxehtësinë edhe kështu me radhë, por nxehtësia nuk ishte asgjë jashtë asaj nxehtësie shpirtërore, ndaj fllatit shpirtëror, dhe ajo edhe e kallmja për Allahun ndër xhelal kur ti i lutesh Zotit edhe i drejtohesh Zotit dhe e din se ku ke ardhën dhe e din se ajo është afër teje, e din se e ka rahmetin të lëshuar poshtë, e din se ti do të mëshiron, e din se do të fal, e din se gjitha mëkatet eventuale nëse i ke bëu, ka me ti falen. Gjithë këto përjetime, ndoshta unë edhe fjalor nuk kam të flas sepse ato përjetohen edhe nuk mund të shpjegohen. Po.